بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد falenderimet, gjitha lavdërimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. E falenderojmë Allahun e Madh për mirësitë e shumta që na ka dhënë, veçanti e falenderojmë që na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit qofshin për të dashurin e Tij të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili erdhi mëshirë për të gjithë krijesat. Erdhë në veçanti për të nxjerrë njerëzimin nga errësira e kufrit në dritën e imanit. Paqja, begati dhe mirësitë e Allahut qofshin edhe për familjen e Tij të pastërt, shokët e Tij besnik dhe gjithë ata besimtarë të cilët e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në çastet e fundit të kësaj bote. Elusi Allahun e Madh atë dije që na e ka dhënë Allahu të na bëjë dobi me të. Elusim Allahun xhelle xhelalu që të na jep dijet e dobishme që na bën dobin këtë botë dhe në ahiret. Dhe elus Allahun e Madh që të na shton diturinë, sepse përmes diturisë njeriu arrin ta njohë krijuesin e tij xhelle xhelalu. Xhamat të nderuar, sot me lejen e Allahut Azza wa Jall vazhdojmë pra serinë e ligjëratave. Kemi arritur tek surja e radhës, surja e 97 sipas të renditjes së Kur'anit, surja që vjen pas surës Al-Alaq që shpjeguam dje, bëhet fjalë për surën Al-Qadr. Surja Al-Qadr është një sure që ka zbritur gjithashtu në Mekë, për arsye se thamë në muajin Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në natën e Qadrit I kishte zbritur Kur'ani, pikërisht domethënë fjalët e para që kishin zbritur në shpellën Hira, pikërisht ishin fjalët Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allahu xhelle xhelaluhu në këtë sure pra e tregon madhështinë e një nate që Allah I madhruar e ka dalluar nga të gjitha netet. Dhe kjo është normalisht një dhunti, një begati, një mirësi nga ana Allahut Azza wa Jall për neve si ummet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo sure, si se dietarët e ka një shkak, e ka një sebeb pse ka zbrit. Thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa një ditë qëndronte me shokët e vet dhe u tregoi një ngjarje të një njeriu nga populli I mëparshëm, nga bit e Beni Israilëve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një njeri nga Beni Israilët I cili e adhuronte Allahun xhelle xhelaluhu natën dhe luftonte në rrugën e Allahut Azza wa Jall dhe këtë bëri pa ndërprej për 1000 muaj, për 80 vite e diçka. Atëherë sahabët, sikurse kur e dëgjuan këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u dëshpëruan se na jemi ummet që jetë gjatësia jonë shumë e shkurt. Shka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 o 70, vitet e umetit tim do të jenë mes 60 dhe 70. Dhe tha pak janë nga ata të cilët e kalojnë këtë shifër apo këtë numër. Dhe sikur se sahabët u mërzitën, tha ja Rasulullah, po ata thanë pas kanë shku tha me vepra të mira, pas kanë jetuar shumë. Atëherë Allahu xhelle xhelaluhu e zbret surën Al-Qadr, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Vet surja ka marrë këtë emrin Qadr për arsye se përmendet dhe shumica e sureve janë emërtu me emrin që cek brenda surës. Sikurse suratul Baqara, pra surja e lopës, për arsye se ngjarja e lopës është cek brenda në surën Al-Baqara. Ali Imran është cek familja Ali Imranit, Nisa, surja grav, cek dispozite grave edhe kështu me radhë. Edhe kjo sura pra surja Lejletul Qadr për arsye se është përmend nata e Qadrit. Allahu Azza wa Jalla fillon duke thënë Bismillahirrahmanirrahim
inna anzalnahu fi lejletil qadr. Me të vërtet, ne e zbritëm atë në natën e Qadrit. Këtu Allahu xhallal xhelalu nuk e ka cek Kur'anin drejt për drejt, me po inna anzalnahu, na e kemi zbrit atë që automatikisht nënkupton që ka për qëllim librin e tij Kur'an. Dhe Allahu azza wa jall shumë ajete kuranore e cek veten e tij me fjalën ne. Inna anzalnahu. Me të vërtetë ne e zbritëm Kur'anin në natën e Qadrit. Siç ka thënë në surën Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne e kemi zbrit Kur'anin dhe ne do ta mbrojmë deri në ditën e gjykimit. Kanë thënë dietar pse ka përdor këtë shprehje për arsye me kallëzu madhështinë e tij xhel xhelal. Andaj dhe ne këtë shprehje shpesh e përdormi për me nderu dikën, ju ose për veten tonë kur themi ne. Dhe Allahu azza xhel ka tek dhe ka përdor këtë fjalë në këtë mënyrë shumë herë në Kur'an. Inna anzalnahu fi lejletil qadr, me të vërtetë ne zbritëm Kur'anin në natën e Qadrit. Kemi thonë që Allahu azza wa jall është krijuesi i gjithësisë dhe yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allahu krijon çka don edhe zgjedh ai çka don. Sepse krijet jemi krijesat e Allahut te bareke ve taala. Nëse shohim te pejgamberët e Zotit, Allahu i madhruar, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, Allahu ka dërguar 124.000 pejgamber. Këtë e vërteton edhe fjala e Allahut azza wa jall, wa laqad ja'alna li kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Tek çdo popull kemi dërguar të dërguar për me i thirrë njerëzit me besu Allahun xhallal xhelal. Është një hadith që ka thënë pejgamberi, Allah ka dërguar 124.000 pejgamber. Për këtyre 124.000 në Kur'an i ka cek vetëm 25 pejgamber. Për këtyre 25 pejgamberve Allahu xhallal xhelalu i ka dalluar disa pejgamber tjerë që quhen ulul azmi, pejgamber të mëdhaj, të cilët kanë pas shumë vështirësi dhe sprova, siç janë Nuh alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam. Dhe në mesin e këtyre 5 pejgamberve e ka dalluar një pejgamber. E ka dalluar një pejgamber që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe këto i ka cek Allahu në Kur'an, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Për këto pejgamber që po tregojnë në Kur'an e Muhammed, disa i kena dalluar nga disa tjerë. Po ashtu në surën Al-Isra thot Allah azza wa jalla, wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd. Me vërtet i kemi dalluar disa pejgamber nga disa pejgamber tjerë. Pastaj nëse shikojmë si ummet, Allahu xhallal xhelalu i ka dalluar ummetet njëra për tjetrës. Andaj dhe neve si ummet e pejgamberit alayhis salam, andaj dhe falenderojmë Allahun që na ka bërë ummet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse na ka dalluar, jemi populli, jemi ummeti i fundit që kemi marrë këtë botë, por se jemi ummeti i parë që do të hyjë në xhenet. Kjo është mirësi dhe begati nga ana e Allahut xhallal xhelal. Jemi ummeti më i mirë për arsye se Allah azza wa jall kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jeni populli më i mirë që ju kam zgjedhur në mesin e popujve, për arsye se jeni ata të cilët urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe jeni ata të cilët e besoni Allahun te bareke ve taala. Prej melekëve Allahu xhallal xhelalu në mesin ka shumë melekë, nuk dihet numri, saqë për çdo ditë pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë zbresin në tokë ka 70.000 melek. Është numër i pa imagjinueshëm. Dhe prej krejt këtyre melekëve ka dalluar 4 melek. Dhe në mesin tyre e ka dalluar Gjibrilin alayhi salatu wasallam që ja ka besu shpallin për t'ia çuar dhe për t'ia dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe vendet, Allahu xhallal i ka dalluar disa vende, mesin e vendeve i ka dalluar 3 vende, si është Mekja, Medinja dhe Qudsi Sherif. Dhe kjo është thamë që është urtësia e Allahut xhallal që ju ka dhënë disa vendeve vlerë karshi disa vendeve tjera. Edhe mujt Allahu azza wa jall i ka dalluar në mesin e 12 muajve që thot Allahu azza wa jall që i ka krijuar, kur e ka krijuar qiellin dhe tokën, e ka dalluar një muaj që është muaji i Ramazanit, që ne vetëm se jemi në këtë muaj ku elos Allahu azza wa jall çdo të mirë, çdo vepër, çdo doa që ne pranon. Në mesin e netëve Allahu xhallal xhelalu e ka krijuar një natë dhe e ka dalluar një natë. E që në për këtë natë po flasim. Dhe për këtë natë ka zbrit pra edhe një sure që quhet surja Al-Qadr. Allahu xhallal xhelal në mesin e gjitha netëve e ka dalluar një natë ku thot inna anzalnahu fi lejletil qadr. Vërtet ne kemi zbrit Kur'anin në natën e Qadrit, dhe nata e Qadrit është
më e vlefshme se sa një muaj. Allah te baraka taala përveç që i tregon pejgamberit alayhi salatu wasalam që ka zbrit Kur'anin në këtë natë madhe, e që Kur'ani kena thënë dhe keni dëgjuar sigurisht që Kur'ani ka zbrit në natën e Qadrit. Por se ulemat kanë diskutuar dhe mendimi më saktë është atë që tregon Abdullah ibn Abbasi se Allahu xhalla xhelaluhu e ka zbrit Kur'anin prej Lauhi Mahfuz, pllaka e ruajtur që Allahu xhalla xhelaluhu i ka shkruar gjitha përcaktimet dhe scenat që i ruan atij deri në Kiamet. Mesin e tjera është edhe Kur'an. Pra Allahu xhalla xhelaluhu e ka ruajtur Kur'anin, bel huwa Qur'anun Majid, Kur'an i lavdishëm, i madhërisëm, fi Lauhi Mahfuz, që është ruajtur në këtë pllak, që është tek arshi i Allahut xhalla xhelaluhu. Thënë dietarët, Allahu azza në natën e Qadrit prej Lauhi Mahfuzit e ka zbritur në qiellin e dunjas, Beitul Izza. E pastaj prej Beitul Izza përsëri në natën e Qadrit fjalët e para ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë në shpellën Hira siç treguam në desin e kaluar. Dhe pastaj për çdo çast, për çdo moment ku ka pas nevojë, Xhibril alayhis salam ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin, jo për një herë, sepse Kur'ani nuk ka zbrit për një ditë, ka zbrit për një çast, për një moment, prej Lauhi Mahfuz në Beitul Izza, në qiellin e dunjas, pastaj prej qiellit të dunjas ka zbritur për 23 vite, i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe këtë të vërtet, Allahu xhalla xhelaluhu thot në Kur'an: "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'ala an-nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Dhe thot o Muhammed, ta shpallëm Kur'anin që e ndam pjesë për t'u lexuar njerëzve atë dal ngadal dhe ashtu e shpallëm një pas një, që na bën me dije që Kur'anin Allahu azza wa jalla ka zbrit dal ngadal derisa është plotësuar tek ajeti i fundit dhe kjo ka vazhduar pa ndërprerje për 23 vite derisa e ka plotësuar misionin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Allahu xhalla xhelaluhu këtë shprehje nuk i ka përdorur vetëm në këtë sure, inshallah edhe në surën e vazhdim kena me pa që Allahu i madhruar këtë shprehje ka tek edhe tek disa sure tjera. Wama adraka ma laylatul qadr. Çka të bën ti ta dish çka është natë e Qadrit? Keni pa vëllezër të nderuar, xhamat të nderuar, na kur do na mi kallëzoj dikujt diçka të rëndësishme, edhe sikurse ja jepni vërtetën, ai të ditë për çka më të fal. Kështu Allahu xhalla xhelaluhu në këtë mirë ju ka drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një natë shumë me vlerë, ama ai të di çfarë natë është. Wama adraka ma laylatul qadr. Çka të bën ti ta dish se çka është natë e Qadrit. Pastaj ai jep përgjigjen duke thënë Laylatul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Qadrit është më e vlefshme se sa një muaj. Nata e Qadrit është më e vlefshme, më e mirë se sa një muaj. Një muaj me llogaritë vëllezër të nderuar me vite i bie 84 vite e disa muaj. Kjo është thamë një mirësi, një begati që Allahu xhalla xhelaluhu na ka nderuar neve. Andaj duhet me falenderoj Allahun subhanahu taala. Allahu i ka dhënë do çaste, do momente, disa ditë që ne me pak me fitu te Allahu xhalla xhelaluhu shumë. E një prej këtyre është edhe nata e Qadrit, që ne përmes kësaj nate mundni me fitu xhenetin, që ne përmes kësaj nate mundni me shënu emrin ton me veprat tona nga banorët e xhenetit. Laylatul Qadri khairun min alf shahr. Allahu xhalla xhelaluhu këtu pra tregon që nata e Qadrit është më e mirë se sa një muaj. Edhe me një ajet tjetër e tregon se e ka bën këtë natë të bereqeshme, të veçantë, sepse në surën Dukhan thotë gjithashtu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Thotë me të vërtetë e kemi zbrit atë Kur'anin çka në një natë që është e begatshme. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, dhe në këtë natë Allahu xhalla xhelaluhu i vendos të gjitha përcaktimet për gjitha krijesat e tij deri në Kiamet. Ka shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për Ramazanin në përgjithësi, por se edhe në hadithin e parë që pejgamberi alayhis salam i ka përgëzuar shokët e vet për ardhin e Ramazanit, ku ju tregon thot atakum shahru Ramadan, ju ka dhënë muaji Ramazanit, hapën ditë e qiellit, mbyllën ditë e xhenemit, prengosën shejtanët, dhe tha pejgamberi alayhis salam në fund të këtij hadithi lillahi laylatun khairun min alf shahr. Është një natë. Do të thotë pejgamberi sa qysh natën e parë të Ramazanit u përkujtoi sahabive
që keni kujdes se ky muaj është shumë i madh dhe në të qëndron një natë e madhe, është nata e Qadrit. Men hurima faqad hurima khayraha. Dhe pejgamberi sa në fund hadith tha, kush privat, kush e humb këtë shans, vërtet ai ka humb shumë shpërblimet e Allahu xhel xhelal. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na treguar gjithashtu se të kemi kujdes që të jemi si hapur në këtë natë, për arsye se është një shans shumë e madhe. Po llogaritet me 80 vite Allahu subhanahu me një jetë. Çka tha pejgamberi sa men qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanb. Kush arrin natën e Qadrit duke qenë i përkushtuar në adhurim me iman dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut azza wa jall, duke bën namaz, duke bën dua, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhruar do t'ia fal gjunat e së kaluarës. Kjo është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e tregon vlerën e atij njeriu, atij besimtari i cili e merrin natën e Qadrit, po jo në gjuna se atij shumë fishon pastaj, nëse bën vepra të mira, të llogaritet me 80 vite vepra të mira. Po nëse i bën me kad, po nëse bën gjuna, kanë thënë dietar, gjithashtu edhe ai gjunohi të llogaritet sikur me pas bën atë vite. Andaj besimtari duhet të bën vepra të mira, të lexon Kur'an, të bën dua me shpresë që ta marrin shpërblimin që Allahu xhelel xhelalu ka përgatitur për ta. Lailatul Qadri khairun min alf shahr, është një natë e madhe. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Në këtë natë me lejen e Allahut te bareke ve teala zbresin shumë melek. Allahu azza wa jalla thot në këtë natë zbresin shumë melaqe. Edhe ruhu, shpirti, këtu kanë thënë dietar ka për qëllim Xhibrili alayhis salam. Pra Xhibrili alayhis salatu wasalam bashkë me melaqet të tjera zbresin në tokë natën e Qadrit. Dhe thotë se Xhibrili alayhis salam nuk zbrit në tokë vetëm se natën e Qadrit. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, me urdhnin e Allahut xhelle xhelalu zbresin për t'i parë robët e Zotit çfarë bajnë, për t'u shkruar ato veprat e mira, për t'i pasë a janë duke adhuruar Allahun te bareke ve teala. Selamun hiya hatta matla'il fajr, dhe qëndrojnë deri në agimte të mëngjesit. Selamun hiya hatta matla'il fajr, që ka për qëllim të mirat e Zotit, kjo begati, kjo mirësi e Zotit qëndron deri në mëngjes. Pastaj largohet nata e Qadrit dhe largohen melekët. Kjo vëllezëruar është shkurtimisht, domethënë kuptimi i surës Al-Qadr. Dietat kanë diskutuar se kur është nata e Qadrit saktësisht. Kanë diskutuar shumë saqë ka mbi 40 mendime se kur është nata e Qadrit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë del për t'ia treguar natën e Qadrit dhe i shef një disa sahabi janë duke u kacafit dhe harron se kur është nata e Qadrit. Dhe i thot dola për t'ju treguar se kur është nata e Qadrit, për thot harrova, kështu që tha iltamisu fi 10 al-awakhir min Ramadan. Atëherë ju tha kërkojeni dhe kapuni pas 10 të fundit. Kështu që ulemat, dietar kanë diskutuar se kur është nata e Qadrit. Disa prej sahabive kanë thonë se është natën e 21, disa kanë thonë që është natën e 23, disa kanë thonë që është natën e 25, disa që kanë thonë që është natën e 27, disa kanë thonë që është natën e 29 dhe këto këtë pejgamberi asimi ka thonë kërkojeni natën e 21, kërkojeni natën e 23, 25, 27, 29. Ka thonë kërkojeni dhe kështu ulemat mbas këtij hadithi secili me ijtihatin e vet ja ka marrë që është filan ditën apo 25, 27 kështu më radh. Mirë po, saktësisht a ditë kur është nuk di. Por derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka treguar që nata e Qadrit saktësisht është në këtë ditë, atëherë na bie me kuptuar që na duhet me kërku dhjetin e fundit që na po reciti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam taharru lailatul qadr fi 10 al-awakhir min Ramadan. Ka thonë kërkojeni dhjetin e fundit natën e Qadrit. Edhe pse ka pas prej sahabive siç ka qenë Abdullah ibn Abbas që ka qenë i bindur që është në natën e 28 dhe me ijtihadin e tij e ka llogarit që është natën e 27. Mirë po, përsëri kjo mbet sekret. Përderisa tham që në Kur'an nuk dihet, edhe në sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë ne do ta kërkojmë në 10 e fundit. Ta kërkojmë në 10 e fundit, sepse këtu kanë thënë dietar, është një sekret i madh që Allahu xhelel xhelalu e ka bërë të mbet sekret,
para se me pas kallëzu që filan ditën është, njerëzit do të kishin qenë neglizhent, do të kishin bërë gjumë, do të kishin net rahat dhe do ta kishin pritën natën e Kadrit. Ka njerëz të tillë, bile s'ka edhe në argumente që sahabat ne kanë prunë që është nata 27, ka njerëz të tillë që e presin natën e Kadrit në natën 27. Tha pejgamberi sa kjo lum nuk ndodh, nëse ka ndodhur një vit natën 27, kjo pastaj ndryshon, mund të më radhë në natën 21, natën 25. Kështu që me arritën ti natën e Kadrit, përveç i kratë që nga 10 i fundit në natën e parë, fillon dhe bën dua, lutë Allahun xhel xhelal në Kur'an se padyshim do të arrish me lejen e Allahut azza wa xal natën e Kadrit. Po nëse e arrin në natën e Kadrit, çfarë të bëjnë në këtë natë? Pejgamberi alayhis salam nuk na ka ngarkuar, por Aisha radhiyallahu ta'ala anha e tregon një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot, i thash ja Rasulullah, po nëse unë e mri natën e Kadrit, çka të bëj? Çka të lutna? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, oj Aisha, na tha dhe neve, thuaj këtë dua, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zot, ti je falës, e don faljen, me fal mua. Andaj kjo është doja më e mirë të cilën e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu është afu. Afu është i bjen që Allahu xhelel xhelalu me ta fal gjunon dhe gjuna mos me ekzistu. Fare mos me ekzistu, është doja më e mirë. Është Allah dhe Ghafur, e fal. Mirë po e fal për shenjat e mëkatit të tjera. Gjunon ta ka fal. Dallim prej afu është se Allahu xhelel xhelalu ta fshin gjunon dhe ajo më nuk ekziston. Sikurse me mbyll një gosht në drum me vendos dhe pastaj me shkullën, shenja mbet. Ti goshën e ke po shenja mbet. Allahu xhelel xhelalu në këtë doa na thotë që nuk mbet asaj shenjë. Allahu ta fal sikurse mos me pas ndodh. Andaj prej dove më të mira është me thon, o Zot, ti je falës, e don faljen, me fal mua. Edhe pse nata e Kadrit ende ka qenë, sepse ne jemi në 10-in e parë të Ramazanit, po në renditjen e surave kështu kemi vendosur që sot të shpjegohet në kuptime të shkurta kjo sure e Kadrit. Elus Allahu xhelel xhelalu që Allah i mëdhërisëm na mundsoj që edhe këto ditë që na ka mbet, Allah të na i forcon këmbë, ti dalim deri në fund, sepse nuk e dina, na po flasim për natën e Kadrit, po ka ende ditë dhe nuk e dim a mund me arrit. Elus Allahu xhelel xhelalu që të na mundsoj që të arrim edhe natën e Kadrit. Elus Allahu subhanahu wa taala që zemrat tona Allah të ndryshon nga e mira. Elus Allahu subhanahu wa taala që zemrat tona Allah xhelel xhelalu të mbush me Kur'an dhe Kur'ani të jetë udhërrefisi jon në këtë botë dhe në botën tjetër. Elus Allah në madh që këtë iman që na i ka dhënë, Allah të na ruan dhe kur të ndahemi nga kjo botë, të ndahemi me fjalën më të mirë që është çelësi i xhenetit, fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu yashkur lafta.